Mirëmëngjes të gjithë dhe ju përshëndes përzemërsisht. Ju uroj një ditë të mbarë të bukur dhe me qenë se jemi në pragun e festës së pavarësisë, unë patjetër që në këtë mikrofon do të përcjell pikërisht një ndër aktivitetet më kulmore, më të bukura, të përfshira tek të gjitha shkollat e Shkodrës dhe të organizuara nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtimalia. Fjala Artistike 2025, një veprimtari tradicionale e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtimalia, të organizuar në bashkëpunim me zyrën vendore të arsimit parauniversitar në Shkodër, në bashkëpunim me të gjitha shkollat, me mësuesit edhe me fëmijët e të gjitha cikleve shkollore. Vërtet finalja e organizuar mbrëm në sallën e koncerteve të Qendrës Kulturore të Fëmijëve ishte mbreslënse. Dhe fituesit janë të shumt. Juria e pati ndoshta të vështirë të përzgjidhte më të mirët e kësaj finale, sepse të gjithë janë fitues, të gjithë kanë dëshirën për të lançuar vlerat më të bukura të fjalës shqipe dhe të interpretimit të pjesëve të mrekullueshme të letërsisë son. Por ja që fati përzgjodhi disa nga fituesit të cilët kanë ardhur sot si dalladyshe, megjithëse Stina nuk është në këtë studio. Janë të shumë të fituesit, a do të jenë të ndrueshëm në skenën e kësaj studie, por së pari kanë ardhur të vegjlit, ato të ciklit të ullët të shkollës 9 vjeçare dhe janë fituesit e fjalës artistike 2025. E para që më vjen në këtë studio është kjo vajzë e vogël, e brisht, shumë simpatike, por që është interpretuesja edhe fituesja e çmimit të parë. Më ka ardhur me këtë kup. Apo ja. Po si quhesh ti? Emily. Edhe një herë me zëmë të fortë. Emily. Emily Muhja. Ja. Dhe përfaqëson shkollën? Tring Smiley. Tring Smiley. Tring Smiley në Gru të Re? Po. Po ju të Tring Smiley jeni të tmerrshëm, ju gjithmonë zini vendet e para, apo ja, të tmerrshëm për mirë, e them. Po si e përgatitë pjesën? E more bashkë me mësuese? Po. Me cilën mësuese? Me mësuese Rozin. Mësuese Rozi, drejtoreshën dhe artistën tuaj. Është kështu apo jo? Po. Po si titullohet ajo pjesa jote? Keci që s'bëri detyrat. Keci që s'bëri detyrat. Dhe ky Keci të dha këtë kupë, ha? Në çfarë klase je ti, Emily? Në dytën. Në të dytën. Ke marrë pjesë edhe ndonjëherë tjetër apo është hera parë? Dhe në hera tjera. Edhe në herë tjera. Kështu që ti je mësuar me skenën dhe me çmimet. Po ta dëgjojmë një herë Keci që s'bëri detyrat. Doli tiri, i ku hëna, qo kecush, i thotë nëna, qo gjumash, i tho babaj. Keci stundet nga krevati, ora për në shkollë po afrohet. Keci nisa ankohet, o lele, po me dhem gishti, me dhem veshi, me dhem bishti. Nëna dhjeshe të tësuar, mjekë shyrtën ka njoftuar. Erdhi mjekja, tjerë se tëra, me ilaçe e gjirpëra. Pas vizitës, mjekja tha, këtë larushi dhe mbjeska, një sëmundje tjetër del, me sa duket është tembel. Unë dhe t'japi mjekër hollë, shpejt e bel nisu në shkollë, nisi Keci, pra pankimet, si të shkoj, s'kam për mësimet, edhe penën shpejt të kapi, e fletoren shpejt e hapi avitaren, që le dhe drejtaren. Ja, për te drejtares, ullur një tekel, na pas ka qëndruar një zog harabel. Unë brenda, pse rri ashtë, kam të shirë të lozim bashkë. Ti e di, s'mund të lozim ne tani, u le kokën lexo shkruaj bëj. Mësimet pastaj luaj, në drejtare shko një
viç mu, e ja lozin e këtu. Ule kokën le të shkruaj, bëjmë mësimet, pastaj luajmë. O viçok, të kam shok, a do mi bësh detyrat sot? Edhe viçu zëmërua, s'të vjen tup, kështu që më thua, citoj këmbët u largua. I thot Keci gjyshes pula, futë këmbë pak në shishe, ka që janë këto, shumë poshtë vete në ule, bën detyrat me këmbë pule. Erdhi mbrëmja pa kuptuar, Keci, Geli, pa mësuar, tak, tera troket, mendon Keci, kushto jetë, janë posjeri, haper shpejt, se unë një zarf me 3 vula, Harabeli, Vici, pula. Edhe zarfën shpejt e mori, mua letrën nuk banzori, unë prita u vunova, po do të letrën se lexova. Edhe nuk e kam kuptuar, kush e di që ka në shkruar. Bravo, një duar trofike. Ja, si e ngritet ti këtë kupën, kështu, me dorën, kështu, bukur. Diçka e mrekullueshme, gjumi nuk të ka zënë krejt herët mbrëma, sepse më mendoja sa bukur e recitove. Po ka përshëndetje, Emili? Mësuesen edhe mamin. Sa gja bukur. Dhe ne I përshëndesim plot respekt dhe dashuri, ndërkohë që kjo vajza që quhet Diora Hotaj është e dyta në radhë, sepse është fituese e çmimit të dytë. Diora, në çfarë klase dhe shkolle je? Unë jam në shkollën Xhalitin Fishta dhe jam në klasën e 3A. Po, kush të ndihmoi për të zgjedh pjesën dhe për të përgatitur në këtë konkurs? Më ndihmoi mësueset dhe mami. Shumë bukur. Po si titullohet pjesa jote? Vajza dhe hëna. Vajza dhe hëna. Pse ti ke kaluar disa faza në konkurs. Si ke përjetuar nga njëra fazë në tjetrën? Kam qenë shumë e gëzuar kur kam marrë pjesë. Shumë bukur. Po çfarë do të na interpretosh, një pjesë apo gjithë Gjithë vjershën. Po mirë, po e dëgjoj. Hëna, mu e bukur hënë, të prita, ku ishe mbrëm, për ty qumis me ka zënë. Qupëzë, mu e si manare, mbrëm, rejtës me lanë fare, të shihje në dritare. Hënë e verdë, por si ftua, eja dhe luaj me mua, ja, dhe topi I mu shpua. Po s'jam top moj, po jam hën, ditën djetë ma ka lën, tokën tuaj kam për nën. Bravo, një dua trofike për Diorën. O mirë Diora, këtë çmimi do ta vendosësh, do ta lësh në sirtar apo do ta vesh në kornizë në dhomën tënde? Mosëm të shie kam për të qunë në shkollë. Shumë mirë që klasa të krenohet me ty. Një zgjidhje shumë e bukur. Atje është një djalë, afro pak më këndej po. Shumë mirë. Si e ke emri? Unë quhen Dajs Fishiko. Po, largo pak nga mikrofoni se ka një zhurmë në të natë, urdhra. Çfarë klase dhe shkolle I Darius? Jam në klasën e 3, jam në shkollën Ditoria. Po sa bukur flis ka në Darius? Po mëson mirë ti, sepse kjo ditoria do të thotë që të di shumë, Mësoj mirë, detyrat mi japin I kam të thjeshta, po si kam të vështira, edhe kam një mësuese të mrekullueshme. Po si ka emrin e mësuesja jote që është e mrekullueshme? Mësuese Ilda. E don fort. Fort. Po tash ti edhe mamin, edhe mësuesen, edhe të gjithë familjarët ta mbushin zemrën me dashuri, po jo? Mirë Darius. Ti more pjesë në këtë konkurs për herë të parë apo ke marrë pjesë edhe herë të tjera? Kam marrë pjesë edhe një herë në klasën e dytë, por nuk kam kaluar në finale. Edhe tani kam kaluar në finale. U habita, nuk e prita që po fitoja çmimin e tretë. Edhe kjo të gëzoj shumë,
Më gëzoj shumë, po rëndësi nuk ka çmim, rëndësi ka pjesëmarrja. Më kënaqe. Një duhet trokitje për Darion. Për Darion dhe për të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë konkurs. Ja Dario, vjet nuk ka qenë në finale, por nuk është mposhtur, përkundrazi ka përgatitur një pjesë shumë bukur dhe si vjet shkëlqeu, apo jo? Po. Si titullohet pjesa, Dario? Pjesa titullohet Shkodra jame, është nga Oda Podcast. Qa thu? Pa herë ta dëgjoj. Shkodra është një vajzë e bukur. Ajo kur nuk plaket. Në për trup shpesher plagoset, i kurojnë lët plagët. Trupi saj ka një veti që askush se ka. E shmosh vedin me dashni, e jeton kala. Është një vajzë me hire plot, se në poshtë dimër fortuna thmër. Zemër kong e në buso mërë, në mes Balkanit një meteor. Si ku djeli, në mëngjes, ftyra saj ndryqën, rrineri e kur nuk vdes. Kjo pra është Shkodra jonë. Bravo! Për Darion, për Shkodrën, për gjithë njerëzit e mrekullueshëm, edhe për autorin që e ka shkruar kaq bukur, të ka frymëzuar patjetër, ha? Po. Shumë mirë. Mirë, unë e di që ju do merrni pjesë prapë, sepse jeni më të vegjël në ciklin e ulët të shkollës 9-vjeçare. Dhe do të bëheni shumë të zotë në interpretim. E keni këtë dëshirë, apo jo, Emili? Sepse ty të përgatisin në shkollë, po ke edhe shumë dëshirë, ha? Shumë mirë. Unë ju përshëndes. Ju uroj gjithmonë të shkëlqeni, të kënaqeni, të plotësoni dëshirat tuaja dhe ju them që patjetër që do të jeni prapë këtu në këtë studio, apo jo? T'ja lëm vëndjen tashti atyre shokëve tuaj të humorit që kanë marrë çmime si më të mirët në humor dhe vinë një grup fëmijësh të cilët do të prezantohen dhe do të tregojnë për ato gjërat e bukura të këtij konkursi. Do të prezantohenim Amir Puka. Vazhdo? Unesa Dritoria. Hyser Memçaj. Edhe një herë emra? Hyser Memçaj. Hyser Memçaj. Hera Talia. Mirë se keni ardhur. Ju jeni grupi i humorit, apo jo? Në fakt Diora, Onesa është në grupin e shkollës Ismail Qemali, por ka marrë një vlerësim si individ, apo jo? Si interpretuesja më e mirë e humorit. Interpretuesja më e mirë e humorit. Ne do të bëjmë pak qetësi, sepse këtu jemi shumë vetë në studio dhe vim njëri pas tjetrit në këtë mikrofon për të shprehur të gjitha ndjesitë e pjesëmarrjes. Ti, Onesa, ke interpretuar bashkë me shokë dhe shoqet, por je dallu. Të pëlqen humori? Po, më pëlqen. Pse? Më pëlqen kështu, e kam që se kam kanë e vogël, kam fillu me bë pjesë humorit edhe gjithmonë jam dallu për këtë pjesë. Sa bukur, sa bukur. Po mirë, ajo pjesa që keni interpretuar ju si titullohet? Shiu humor Shkodra. Edhe me kë e përgatitët ju? Dhe me thonë kena kanë një grup, pra kena kanë për 4 personash, edhe pse grupi jam nuk u zjell, pra unë u veçova për këtë. E kena përgatit me zyshën tonë kujdestar, Geta Borici, që e përshnes. Bukur, e përshëndesim. Më thuaj një batut që ti e ke thënë në këtë sketch humori. Me thonë drejtën, janë të të natë lidhu në bashkë, nuk ka se kam një batut, kështu veç e veç shtish, janë të të natë lidhu në bashkë. Shumë mirë. Megjithatë, ti ndjehe shumë mirë që interpretuar. Të urojmë suksese. Njëti aktor të famshëm të humorit?
Shkodran. Shkodran, ha? Zyli Hamilotin që ka pas unë me interpretu. Ashtu? Dranë Zhaj, Besnik Qinari, e tjerë që janë. Uroj që të ecësh në gjurmët e tyre. Ndërkohë ky djali që është Hyseri, po e rrok fort këtë kupën që ka marrë. Të pëlqen kjo Hyser, kjo kupë? Po mirë, mbram, ti e mora apo ja dhe ndojnë shoku? Ja, morë me të 3 çmimin e parë për mamonin. Ta dhanën ty, ti e morë në shpinë të anë mra? Fjeti aty të dhoma jote, e ke parë gjatë natës, mos të ikte. Ishte shumë e bukur, kjo kupa bukur. Po si ju në çfarë shkolla jeni? Marifin. Po, dhe si kine emrat edhe njëherë? Amir Puka. Mirë, ta kam dëgju zanin edhe tek sporti? Po çfarë jeti përveç se artist? Je dhe sportist? Po. Po ti tjetër? Unë jam futbollist. Ti je futbollist? Piktore, ja pra, sa të mirë janë këto fëmijë. Mirë, çfarë keni interpretuar? Fotografin? Po, humori Shkodran. Humori Shkodran, ju pëlqen humori Shkodran? Po pse? Se në bëjë qysh në kopsh, po kënë shumë i bukur në... Kena fillu kretë filonin. Bravo. Tashti, unë besoj se ajo fotografia është ai skeçi që interpretojnë, kush interpretojnë? Zyli, Tushu, Ceni. Edhe Ceni. Unë jam Bibja, unë jam Tushu. Mirë, do të më thoni atë që po ta gjej një fotografi me Cen. Ashtë aty? Po. Atë pjesën. Hajtë shpejt. Jo, po si në gjësa me këta? Kret, flok katurel, me të vetëva, me të sy që të halë dekot. Dhe hunën këtë s'ma dhe kretë si ju. Po ne më bërë që ka të më së qikë më fel. Që me bërë tash? Që dush bërë të fotografin. Në pasar së ujshë me, u tushu. Qa ke më i bibe? I të më ka pru. Qa ke më i bibe se në të zhu filma? I të më ka pru. është në kërkaj neve, në kërkuat neve? Në navigon ku po ju që fotografin juve në bërë neve. Neve juve, se problemi bibe? I ka më një 50 fotografia, as i zbjene mi morë. Nuk jo fotografit e mija, du fotografit e mija. E ku që di e ku e din? Ku jam? Të lutem, këtu ka regua, këtu ka shërbir, i në repet, i përpik. Ty zët jam ne, vetëm koponin, e zdo problemi, unë se marrë vesh. Pse? Këna ko kja shoqja. Bibe koponin, bibe. E kam shkymër, e kam tres. Se moj bibe? S'le të dhe fare. Në garantë si koponin, jo do të vojnë, vetëm e ka keni dollë. Në fotografi, e zjevër problemi. Regu, kam dollë me grua me 2 fmi. Si keni qenë? Mirë, si keni qenë ju? Mirë. Jo më morë në koptimin e fotografis, me mosteqe apo mosteqe? Po pa mosteqe, more? Po gruja, me mosteqe apo mosteqe? Me mosteqe. Po pa mosteqe, more? Po fmi. Si kanë qënë? Mirë, po fmi, që i keni ju? Mirë. Po një mbeqor. Jo më morë në koptimin e fotografis. A kom post një objekt një isëm? Po vazë ka pas një vapon, djali ka pas një majmun. Shkërën se i do të gjemë në përmjet majmunit. Qëpar majmunit jene ju? Tushe ma që i të full. Lene bibeze këtu ka regua, këtu ka shërbimi e në repash. Bravo! Këtë loj gjet, a këtë loj tyret. Ke pas ka ke majmun blu? Për e këtu se këtu ka regua, këtu ka shërbim. Masa zjo shumë, si e këni emrin? Cen, duri ma e kam. Njaftojnë vetëm 2 minutë të gjithë problemi, i bibe në gjenjë të në. Cen. Falë më të kemi e se që emrin Cen. Shkondi shohë se konë emrin a o qof. E marë Cen asë. Po jam marë gjënë, nuk jam këto. Së ke? Po ka fmi, ka kryja. A ke bibe në gjenjë të në remo. Cen. Petër të në ishe. Ma e të shaf? Jo, këtë du futin e rëzaf. Këtë përsoni, midis,
Do të jetë grot, të dy plesh prak, të dy fëmijë, do të jenë fëmijë të rruj. E marrën puna. Ku jam? Ti ku je? Unë me ta gjeta, gruan ta gjeta, fëmijë ti gjeta, që të mama zotni, hajde di tjetër, i mirë se do vish. Moj, nëse më shihni nëse që u vi, ma zi më boshi. Interesant janë, o të në fotografinë e vetë, o zgullën nga dy qonë. Bravo! Shumë bukur, shumë bukur. Besoj se kjo kup, unë nuk e di se si do të ndani. Një natë e mori Hyseri. Natën tjetër? Amiri? Jo. Apo? Ja, ka marrë vetëm Hyseri. Hyseri do të mbaj? Kështu e keni vendos? Ja, e kena të tre. Të tre pra, shu që do t'a kaloni, sepse ju jeni yje, ju jeni tamam artistë të vegjël, të cilët interpretojnë kaq bukur, a u zut shumë, Po. Mirë. Këto përshëndetjet që ju ka përgatit. Mësusën tonë, mësuse Meriten. Mësuse Merita, e ka emrin si unë? Po mirë, e doni shumë këtë mësusa? Po. Shumë. Është shumë e mirë, a? Po, shumë e mirë. Përshëndesim dhe ne dhe urojmë që të merrni sa më shumë vlerësime. Kupa, certifikata, pjesëmarrje, vetëm kështu ju do të jeni shumë fëmijë të lumtur dhe të gëzuar. Ju falenderoj shumë. Tashti, unë do ftoj humoristët e rritur. U pa puna, gjithë humor ky program sot. Megjithëse Stina nga njëherë ka dhe të kollizura, ne do të na patjetër që na mirë kuptojnë. Ja, kanë ardhur shumë prej tyre i njoh, disa prej tyre i njoh. Sepse janë artistë që kanë marrë pjesë në shfaqje edhe ndërkombëtare, siç është musicali Matilda. Shumë prej tyre janë edhe fitues apo të dalluar në aktivitetet e shkollës, por edhe të fjalës artistike. Po e filloj me Claudia Tomën, e cila është përfaqësuese e shkollës Tring Smiley në Gru të Re me mësuese Rozin, apo jo, Emiliano Tagjonaj, përshëndetje. Përshëndetje. Erdhe prap si fitues. Kjo do të thotë se ty të pëlqen shumë arti. Po, shumë. Shumë. Nga e ke këtë? Nga këto pjesëmarrjet e shumta që ke, apo të kanë dhënë besim mësuesit? Pak nga pak të tëra, Të tanë. edhe mësuesit kanë lënë kontributin e tyre, edhe nga pjesëmarrjet që kanë marrë, Shumë bukur. ka linë ajo dëshira që Po këtu dy vajzat do më prezentohen. Blerta Puci. Blerta Puci dhe Edhe Risela Molla. edhe ju jeni të njohtuna. Keni ardhur edhe ju herë të tjera. Të gjithë jeni në shkollën Tring Smiley. Edhe një përshëndetje për stafin, për mësuesen, për çdo gjë që ju më kanë me një dashuri kaq të madhe për të dalë gjithmonë në vendet e para. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme, apo jo, Claudia? Ju keni fituar si humoristët e ciklit e nanit, çmimin e humorit. Si mesazhi më i mirë. Si mesazhi Më i mirë. Më i mirë. Me çfarë pjesa? Është Trumcaku. trumcaku modern. trumcaku pëndër. Trumcaku modern. Se kisha dëgjuar ndonjëherë. Dëshiron ta dëgjosh. Patjetër që do dëshiroj. Nëse e keni përzgjedhur finalen ose një pjesë që ju mund ta keni, unë me shumë kënaqësi. Jo unë, po të gjithë, Trumcaku vonte nga melankolia. U lind në një vend me të vërtet të shkrejt. Në vend të barit, bishin qimet të derit. E në vend të pembe, brinat e një shtaze para historike. A nuk ju duket sikur mi gjeni po flet për ne? Për këtë vend ku gjithë shka duket të zvetnuar? Oh, po ai Trumcak, jam unë dhe çdo njeri që s'ka bukë në tryez, çdo fëmijë që s'ka këpucë për në shkollë. Oh, ne, Trumcaket e melankolisë. Mi gjejmë një dinte,
e pa me sytë vet. Ai jetojnë Shkodrën e varfënis, në barakat e punëtorëve, me smirimi që ka fshonte ditë e natë. Ai vet ishte i smur, i brisht, një jetë e shkurtër, një jetë që sikurse nga dhimbja. Por, edhe kur ai flet për trumcakun që do të vetë vritet, është vetë qënja njerëzore që po bie nga dëshpërimi. Migjeni nuk kishte frikë ta thoshte, se jeta është e pa drejt, e ngushtë, e shëmtume. Por pse gjithmonë ne duhet të jemi trumcakët mbi brinat e asaj shtaze parahistorike? Pse gjithmonë varfëri, vuajtje, njerim, pa drejtësi? Sepse kjo shoqëri u ndërtua mbi pa drejtësi. Migjeni nuk predikonte paqe e pajtim, po thërriste, shkondoni, shihni realitetin. Ai goditi me vargje si të kishte një thik në dorë. Po, a nuk ka shtëpia sotshmja? A nuk e ndjejmë ende këtë britëm? Syfira, nduket sikur trumcaku i Migjenit sot nuk do ishte i ngulur mbi një qime deri. Ai do ishte i ngulur mbi një ekran celulari, duke të shtruar kot në një rrjet social, i rrethuar me miliona fjalë boshe. Haj trumcak, jam sërish unë, i thjeshti, por jo me barkun bosh. Tani kam shpirtin bosh. Me bullizojnë për çdo gjë që s'jam, me nënvlerësojnë për çdo gjë që s'mund të blej. Në vend të varfërisë së bukës, ka lindur varfëria e vetë vlerësimit. Rri në hijen e komerciales, aty ku gjithçka matet, me famë, me ndjekës, me shkëlqim të rrem. Ne si jemi më të rritur për bukë, jemi të rritur për vëmendje, për dashuri të vërtet, për një vend që të na pranoj ashtu siç jemi. E drejt, shumë e drejt. Migjeni do ta kishte goditur me ironi kësht njerëzim. Atëherë fliste për barkun bosh. Sot do fliste për shpirtin bosh. Po, çdo të thoshte për luftën, për dashurinë. Dhe lufta, a nuk do të qeshte me hidhësi mbi këto luftra të pafundme? Ai do të qeshte, por do të qeshte me dëm të shtrënguar. Lufta është po e njëjtë, vetëm se njeriu është bërë më i vogël. E për dashurinë, se nuk është më një britëm shpirtit, verse një produkt i paketum. Ndaj, ne duhet ta mbajmë gjallë zonin e Migjenit, se ndryshe do bëhemi si trumcaku mbi qimen e derit, që era e sjell rrotull, e bota e shikon me indiferencë. Por si mund ta shohim këtë mirim? Migjeni do të thoshte Se nuk ka shërim të shpejt. ka vetëm vërtetën, e than pa frikë. Ka vetëm britmen që shpon masken. Migjeni do të thoshte se unë nuk jam këtu për t'ju qetësuar. Jam këtu për t'ju trazuar. Bravo! Dhe unë korrigjoj, kjo ishte teatr dramatik do të thosha, që natyrisht kishte mesazhe të fuqishme. Si jeni përgatitur, më tregoni sepse më la një brez të veçantë. Me nimen e drejtorisë tonë, që Rozina Sterkaj. është gjithmonë aty pranë nesh, kena arrit që me realizu këtë dhe me marrë çmime. Kupën, se keni plu kupën sot. Ju e keni. Do ta leni atje në shkollë, sepse atje është dashuria më e madhe e juaja. Ju falenderoj pafund. E keni sjell një aktualizim të shumë problemeve që sot jeton rinia, nxënësit, dhe patjetër që këto mesazhe janë një reflektim i këtyre problemeve. Unë doja thoya që edhe pse kemi marrë çmimin si mesazhi më i mirë, kemi shkruar edhe atje sepse do të kënaqemi, apo jo? Edhe doja të falenderoja drejtoreshën e shkollës, Rozina Sterkaj, që ka dhënë kontributin, e falenderojmë shumë, e duam shumë, me gjithë zemër. Edhe i bashkangjitemi me një përshëndetje qendrën kulturore të fëmijëve, e cila është një vatër e jashtëzakonshme e fëmijëve. Po,
Ju falenderoj shumë sepse tashti vendet tuaja do t'i zënë të tjera fituese, janë 3 vajzat të cilat do ta prezantojnë veten. Po, me shumë elegancë, sepse natyrisht pjesëmarrësit janë të shumtë dhe kjo tregon vetëm vlerat tuaja artistike. Do të prezantoheni? Ju quheni? Unë quhem Ajla Bushati, përfaqësoj shkollën Ndërmjeta dhe jam në klasë të 8. Shkolla Ndërmjeta? Po. Unë quhem Menja Çukaj, jam shkollën e 8 dhe gjithashtu përfaqësoj shkollën Ndërmjeta. Amelia Andrea, gjithashtu shkollën Ndërmjeta. Një përshëndetje për shkollën Ndërmjeta, shkollën e bukur, po si po mësoni në atë shkollë të bukur ju, ha? Ka kanë shumë bukur, më pëlqen mënyra se si e kanë bë shkollën, kanë bë laboratore, sallë aktivitetesh, edhe në klasat në përgjithësi kanë shumë të mira. Po, si erdhët deri në finale, më thoni? Me punë, kena punu fort, mendimin e mësuesve, edhe Për çfarë jeni vlerësu ju tash? Jena vlerësu për skenografin dhe kostumografin më të bukur. Çmimi i parë për këtë kategori dhe ishte shumë surprizë për ne. Është hera e parë më duket që jepet një çmim i tillë. Po si realizut ju skenografin dhe kostumografin e çfarë? Pra, skenografia ka lidhje me bashkëpunimin e gjithë grupit dhe me ndihmën e gjithë grupit dhe me ndihmën e mësuesve. Falenderojmë shumë mësuese Gentiana Daka. E përshëndes dhe unë mësuese Gentën, po. Zysh Mirën dhe zysh Valbonin që na kanë ndihmuar gjatë rrugtimit ton, që se kena kalu në finale shumë emocione dhe finalja ishte një natë shumë e paharrueshme. Po si titulloi shfaqja e shkollës suaj që ju I keni bërë skenografin dhe kostumografin? Jerina Mbretëresha e Luleve. Jerina. E Gjergj Fishtës. Po si e bat skenografin, se këtë pjesë e ka luajtur edhe një shkollë në aktivitetet e saj të shkollës në Bërdic, dhe ato I fishin vesh si lule. Po ju, si keni vesh? Si fillim, Jerina ka kanë veshur me një fustan bardhë, sepse përfaqësohet e një person që ka zemër të bardhë, një vajzë ndjeshme, ndërsa për lulet, fastleganin, karafilin e tjerat, vajzat kanë vesh fustane edhe kanë bë kunora me lule, ndërsa djemt janë vesh me kostume. Po si përgatitët ju këto kostume, sepse do të thënë duhet keni mendu shumë, apo ja? po sigurisht jena mbledh për ditë mas dite, edhe kena punu fort në këta. Ju I keni qu tek mama tuaja për t'i realizu? Jo, I kena realizu vetë. Vetë? Po ju qenë keni mjeshtre? Apo jo, hera e parë që realizoni gjëra të tilla, si ju lindi kjo ide? Nga që pjesa është e lidhur me lule, ideja për me bë lule, pra me kthy një natë dimrore me shi, me kthy një ditë pranverore me lule. Bravo. Dhe ideja për me bë lulet, pra erdhi pikërisht momentin që na tha zysh Gentiana se kena kalu në finale, pra mendimi për me bë më bukur se sa kena kanë, dhe për me punu më shumë se sa kena punu. Bravo. Po skenografin, aty prapa vajzave që interpretoni? Pra ishte to ka mbushur me lule. Me lule. Kjo do të thotë që ju tashmë keni një zjarr të vogël të artistës brenda veta, Besoj se aktivitetet që organizoni në shkollë, ju keni organizuar shumë aktivitete të bukura, e tash për festën e pavarësisë ju keni realizuar, keni shkëlqyer, keni marrë pjesë? E kena sot në fakt. E keni dhe sot. Kena me interpretu, kena korin edhe kena me kënu. Çfarë do kënoni? Rrjedh në këngë ligjërime. Pa ja të dëgjojmë herë. O, ku ka si ti o Shqipëria ime, o fisnikja për mbi gur, rrjedh në këngë ligjërime, ballë larta
Kjo këngër mrekullueshme. Ju falenderoj shumë. Ju uroj gjithmonë në shkëlqimin e syve tuaj të buzëqeshur, në arritje, në frymëzime të bukura dhe në rezultate fantastike. Përshëndetje të gjithë stafit të shkollës suaj, i cili është edhe nxënësve, të gjithë të mrekullueshëm. Ju falenderoj shumë. Kanë ardhur disa fitues të tjerë, do të prezantohen sepse ato janë të shumtë dhe natyrisht të gjithë kanë vendin e vet, fjalën e vet dhe çdo gjë që ata dëshirojnë të thonë. Si fillim, alo, po, si fillim, dua të prezantohemi. Quhet? Unë quhem Kamila Lukaj. Kamila Lukaj. Amanda Kuva. Amanda. Anabel Çoba. Anabel Çoba, ti je një ping-pongiste, ke ardhur edhe një herë. Po, kam marrë edhe herë tjera si fituese 3 vite razi të kampionatit ping-pongo në qendrën kuldore të fëmijëve. Edhe mendova pse jo më e provu vedin edhe i fush tjetër në këtë taktrimit. Edhe ju dolët ju shkëlqyet. Po. Emri yt? Çlieta Shita. Po Eliseu Zeka. Eliseu Zeka dhe Rozafa Marka. jeni në shkollën Zemra e Krishtit. dhe keni dalë si grupi teatror më i mirë. Keni marrë dhe kupën. Po. Kush e mori në shtëpi? E kishim shkollë, se... Po, në shkollë do qëndroj, bukur. Po si për çfarë pjesët keni interpretuar? Ne interpretuam pjesën Pjata e Drurit. E cila flet për një problematik pra në familjet e sotme në lidhje me braktisjen e prindërve në për azile. Po, bëni mend edhe shoqes, pa zhurmë, hajde zemër pak më afër, po. Një moment, aty ku djali i vogël fillon të përgatis pjatën. Si mund ta realizojmë patjetër që djali është ai aty dhe apo jo? Mos gaboj? Në fakt na kena ndryshu pak rolet. Edhe në vend gjyshit kena bë gjyshen. Gjysha. Edhe mbesa. Shumë mirë. Me cilën mësuesi jeni përgatitur? Ne jena përgatit me Zysh Marica Shtallakun, e cilën e falenderojmë shumë se ka bërë një punë pa lodhën për ne edhe besoj e kena shpërbly duke marrë këtë çmim. Ndërkohë që pjesa ka një mesazh të fortë, siç ju thatë, dhe ju keni pas një ndjeshmëri të madhe, një dashuri të madhe për ta realizuar sa më bukur, apo jo? Mirë. Ju mund ta interpretoni edhe të tërë, po si të doni. Atëherë. Mund të interpretoj një skenë. Një skenë, po. Atëherë. O zot, shiqyre që në gjana. Po hiqe mora dorë, po nuk kam asgjë, jam e vetme në këtë botë. Mos fal ashtu, unë të dua shumë. E po ja që si besoj me këtyre fjalëve. Unë nuk e shikon se ç'bëhet. Po ti o drit, çdo këtu, ke ardhur të bësh ti mbirë për zë nga shtëpia. Po, unë jo po. Po ti edhe shoqe, s'më thua ç'u bën ato kohë që shkonin bashk. Po detyrat e shtëpisë, rrepat e plepat. Mu përgjigj, dua ta di. Po, ndërsa në finale, si përfundon pjesa? Ashtu e me mesazhin që japim unë dhe Anabeli. Po ta thoni. Pjata e gjyshës, pas ka harruar ta marrë me vete. Ç'të bëhet tani me këto? Ma jep mua. Pse? Ç'të duhet ty? Ma jep. Pse? Po se edhe ti o nën do plakesh një ditë. Një duar trokitje. Vërtet diçka mbreslënse. Ju përqodhët për herë të parë në këtë interpretim apo keni pas edhe vjushmëri në interpretime të tjera? Kjo është në fakt hera parë që klasa jonë arrit në finale. Pra ishte diçka shumë e veçantë për ne. Dhe nga faza në fazë ju vërtet jeni entuziazmut që ta realizoni sa më mirë, apo jo desha të pyesja këtë vajzën këtu. Çfarë ndjesie keni pas kur keni kalu nga prezantimi në gjysmë finale më pas në finale?
Atëherë, unë ndoshta nuk kam aktruar në këtë pjesë, por kam kënu në pauza që është bërë gjatë dramës. Edhe pse nuk kam aktruar, jam në shumë e gëzuar që kam pas mundësinë me marr pjesë te kjo dramë, edhe normal jam gëzuar se si këngët e tjera. Po patjetër. Po çfarë vije melodike ke këndu? Kam kënu kur braktisa të që donga Ardit Xhebreja dhe kur ka kënuar në këtë rast është Ailina Ara. Po mirë, ta dëgjoj pak. Të kënoj refrenin? Po patjetër. Kur braktisat të që do, vjen një qas që e kupton, se pa të ti do t'jeton. Qfar më thuaj ble në bot, kur je vetëm dhe ke ftoht, dhe një zemër se gjendot. Po sa bukur, bravo. Jeni artist. Besoj se aktivitetet e tjera shtohen në shkollën tuaj apo jo. Tashti në festat e kombëtare ju do të organizoni një shfaqje apo jo? Dhe do merrni pjesë me gjithë dashurinë më të madhe apo jo? Mirë, kjo kupë natyrisht do të thotë shumë. Ju jeni në klasat e mëdha dhe ndoshta kjo tregon gjithë atë ecuri të bukur që ju keni pasur për gjatë viteve. Keni një përshëndetje? Po, dëshme në fakt me përshëndet, si që përshëndet me edhe zyrshën më parë, por edhe shokun ton të klasës Noel Hoxhat, i cili na ka ndihmu në këtë dramatizim. Me Noelin jeni ju, po është një artist, ja pra që pas keni, po kësaj herë. A i pas ka dalë në prapasken për t'ju nxjerr ju, përshëndesim në Elën. Mirë, edhe familjet, prindrit, të cilët patjetër janë një dashuri e madhe, sepse edhe pjesa pikërisht për këtë dashuri flet. Faleminderit shumë. Suksese dhe mbarësi gjithmonë, ndërkohë që pritet të vi finaleve, ata që fituan çmime në ciklin e lartë të shkollës 9-vjeçare. Dhe janë në çmimin e tretë është Firdevza Dugaj. Në çmimin e dytë Nergis Nikprelaj dhe çmimi i parë për Hea Lovjan. Diçka e mrekullueshme apo jo? Sigurisht. Ju jeni tashmë që e keni nisur rrugën e artit dhe ndoshta është shumë e vështirë të mendoheni pa të. Shumë herët të vogla, krejt të vogla, prap të vogla jeni, por jeni artiste. Mirë, Nergisi është edhe aktore në filma, është edhe notare, ndërkohë që Hea ka një profil mjaft të njohur në interpretim, në prezantim. Surpriza është për mua Firdevza. Në çfarë klasë dhe shkolle jam? Jam në klasën e 9 dhe përfaqësoj shkollën Medreseja Gjishëshamia. Përshëndetje, një shkollë që vërtet ka rezultate të mrekullueshme. Do të më thoni se çfarë keni interpretuar? Po filloj nga Firdevza. Atëherë unë kam interpretuar monologun motivues të titulluar, do të thënë, Sopza Çelçi, i cili, do të thënë, nuk është shqiptar, do të thënë është një monolog turk, por që është përkthyer në gjuhën shqipe dhe për këtë falenderoj shumë vllain tim, Fahruddinin, i cili do të thënë e ka përshtatur në gjuhën shqipe. Shumë bukur. Me cilën mësuese ke punuar? Me mësuese Elvira Katalinën, e përshëndes shumë. Mirë, mund të themi një fragment. Okay. Brenda teje dhëmb, hol, si një kujtim që s'pushon kur. Sa më shumë mendon, sa më shumë flet, sa më shumë rrym, aq më theu futet dhimbja, derisa arrin në damarët më të imta trupit. Nga plagët e tua rrjedh gjak që përzihet me lotin, me djersën, me mishin tënd. Qënja jote është shpërndar si copa çelçi në dritën e një mëngjesi të thyer. Një jetë e shkatruar, planet ndryshuara, ëndra të krisura, gjithçka që deshe s'arrite, gjithçka që kishe e le pas. Të godet tani me krisma të vogla çelçi që ngulen thellë me thellë në mish. Gjithçka që se dite, se ndale, se zgjidhe, është bërë pluhur,
ka mbetur vetëm heshtja, vetëm copsa qelqe. Bravo! Një interpretim shumë i bukur, i ndjerë, shumë logjik, që kishte një crescendo dhe që të lënë të në një mbresë të fuqishme brenda vetes, apo jo. Bravo, të uroj ecuri të bukur në interpretimin e fjalës artistike, ndërkohë që dëshiroj t'ja lë vendin kësaj vajzës këtu që ka emrin Nergis. Përshëndetje Nergis. Çfarë pjesë kishe përgatitur për këtë konkurs? Unë kam përgatit pjesë një refreni qytetit tëm nga me Gjeni. Për përgatitjen e kësaj poezie, më kanë ndihmu 3 persona. 3 persona. Sa mirënjohëse. Mirënjohja është aset, është pasuri, është virtyt. E para është Dysh Narimani, është një mësuese e shkollës, edhe një mësuese tjetër, mësuese Sara, që më kanë ndihmu në përgatitjen në shkollë. Dhe në përgatitjen më të madhe më kanë ndihmu Nana. Nana. Dashuria më e madhe. Bravo, shumë bukur. Mirë. Unë e di që tashmë ti nuk mund të ndahesh nga interpretimi, nga skena, Dhe çfarë ishte për ty kjo pjesëmarrje? Ishte një gëzim shumë i madh kur mora vesh që kam kaluar në finale. Sepse vjet nuk kam kaluar në finale dhe kam punuar fort për me. Pamundur. Kam punuar fort që vitin tjetër si mjet me kaluar në finale. Edhe kam qenë shumë e gëzuar se te audicioni që kena bërë te Qendra Kulturore para finales, kam bërë pjesën e shkurtuar të poezisë. Por në finale kam bërë pjesën e plot. Po, sot do të bësh pjesën e shkurtuar, po mirë, ta ndjekim atëherë. Zotni të lutem, zotni, më falni sen. Ashtë një refren. Një refren i bukur i qytetit tem. Kur mëngjesi përtrihet në rrugat e qytetit, rrezet e diellit fillojnë të ngatrohen nëpër këmbët e njerëzve. Hijet e automobilave e karrocave fillojnë të rreshasen nëpër dhe. Dhe atëherë, ndër trotuare, ja fillon një refren. Refreni bukur i qytetit tem. Zotni të lutem, zotni, më falni son. Kush mund ta shprehë bukurinë e këtij refreni? Mozart, Beethoven, këtë melodi mund ta këndojnë vetëm trotuarët e qytetit tem, e ta dëgjojnë vetëm qytetarët tonë dhe të kënaqen. Si qytetarëve tonë, shumë ka në muzikën. Prej mëngjesit deri në mbrëmje, po një refren dëgjojnë dhe nuk mërziten. Kur ata nuk ja kanë dhënë rrugat një këngëtarit. Jo, si janë adhuruesit e muzikës, sidomos bukur tingëllon në muzikë të mbrëmjes. Rrugat e qytetit marrin një dekorat romantike, njerëzit të kënaqen me jetën e ditës, shkojnë të kënaqen edhe me jetën e natës. Qielli qeshet si një vergjnesh e buzët e gjithkujt janë gati të japin ka një të puthën dashunie. E në mes gjithave, refreni bukur i qytetit tem. A jeni në gjendje t'ja parafituroni vetes gjithë këtë lumni? Bravo! Të lumë. Besoj se ke shumë çmime, ke ardhur dhe herë tjera si fituese dhe uroj që këto të stivohen ose ta zbukurosh murin e domës tënde me në të tilla mbresa të fuqishme, stacione të bukura zemre dhe arritjesh. Por tash ti do t'ja lë vendin asaj që ka kupën, kupën e madhe. Hea Loja, afro pak më kështu po. Hea, tash ti mikrofoni është për ty. Sa herë ti marr pjesë dhe besoj se atëherë unë kam marr pjesë që në klasë parë çdo vit, nuk jam dalë as i vit. Çdo vit kam dalë me një çmim. Edhe do të them që fjala artistike për mua është shumë e rëndësishme sepse ka plotsu në femërinë time ndjenjen e artit. Se ka kanë përkushtim çdo vit që unë të punoj fort që të arrim bëj t'jap sa më të mirën teme. Sa më të mirën, bravo. Ke interpretu pjesë që kanë mbetë në kujtesë dhe që kanë mbetë si stacione të bukura arritjesh tuaja. Edhe nuk po të pyes se sa kupa, se sa certifikata, vlerësime shkej, po ajo që është
ti ke ecur me hapa dhe ritëm zemre drejt asaj që ti pëlqen artin. Sigurisht. Arti është shumë i rëndësishëm për mua edhe nuk besoj se do të ndali ndonjëherë. Dhe ju keni marrë pjesë edhe në shfaqje të tjera që qendra kulturore fëmijëve, ajo derë hapur dashurie për fëmijët në të gjitha mundësitë e zhvillimit të tyre, në aktrim, në interpretim, në muzikë, në rrethet të tjera, është gjithmonë e mirëpritur për ju, apo jo? Atëherë do të më tregosh për pjesën që ke interpretuar. Atëherë pjesa është një pjesë nga libri Harku i Triumfit, edhe flet për dashurinë e humbur. Remarku. Po, për dashurinë e humbur një kohë lufte. Ishte periudha para luftës së dytë botërore. Sa vite na ke spostu, megjithatë ti do të thush një pjesë. O ti atje lart. Folja ai, duke u drejtuar dritarës së ndriçuar. Të qeshi. Dhe nuk e kuptoj që po qeshte. Ti dritës e vogël, ti fekimi një zane, ti ftyrë që ushtron një pushtet çuditshëm mbi mua. Këtu, mbi këtë planet, ku ka me qindra mira fytyra të tjera, më të mira, më të bukura, më të mençura, më të çlirta, më besnike, më të afrueshme. O ti rastësi që mu ngatrove një natë në përkëmbat janë rrugë e që hyre një jetën time. Ti ndjej një përplasur brigjeve, pa mendim, por obruese, e që rshite në lëkurën time një natë gjumi. Ti, që s'ti po thuaj sa asgjë tjetër, përveç asaj që të rezistova, e që prandaj mu hodhe ndërkra, derisa s'të rezistova më. Ti, që deshe pastaj të vazhdoja rrugën tënde, e të mërgoheshe prej meje. Të përshëndes. Po qëndroj këtu, i mjerë, dhe me kthetrat e xhelozis në bark, duke të kërkuar, përbuzur, atë miruar e adhuruar. Sepse ke hedhur rufen që ndezi, rufen që dremit në çdo gji, shkëndijën e jetës, sjarrin e zi. Po qëndroj këtu, jo më si një i vdekur me leje, me pak cinizëm, sarkazëm, e një qikës guxim. Jo më i ftohtë, jam përsëri i gjallë, qofte dhe duke vuajtur, përsëri shiprekshëm nga stuhit e jetës, i rilindur e i rikthyer në pushtetin e saj të thjeshtë. Qofsh bekuar ti madon me atë zemrën tënde shtektare, ti mik me atë aksentin tënd latin, ëndër dhe mashtrim, pasqyre një perëndije të ngrysur, o ti që s'di asgjë. Të falenderoj. Kur s'kam për të ta thënë se ti do të nxjerrje pastaj përfitimet e tua nga kjo. Por ti më ke rikthyer atë që s'do të ma jepte dot kurr as Platoni, as krizantemat, as e gjithë poezia, as e gjithë mëshira, as më e forta e më e durueshmja shpresë. Jetën e thjeshtë, të fuqishme, të mirëfillt, që më duke si një krim të kohra midis njërës katastrofë dhe tjetrës. Të falenderoj, të përshëndes, duhej të humbisja që ta merrja vesh këtë. Mbeq më shëndet. Bravo, bravo! Artiste! Të uroj gjithmonë që arti këtë mos i ndash. Vërtet klasa 9 është një finale, por është edhe një prak tjetër. Unë do doja me thonë edhe diçka që e kam thonë edhe më rom, nuk e di sa ka një njerëz për shkak duar trukitjeve dhe zhurmës. Më shumë njerëz. Sigurisht, unë këtë çmim ja dedikoj profesorit ndjer Haxhi Takani, i cili ka qenë arsyeja që unë jam bë pjesë e qendrës kulturore, më ka hap dyert që në moshën 3 vjeçare, ka thonë që kjo vajzë duhet marrë
në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, që është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time, edhe aty jam shumë falënderuese dhe ja dedikoj këtë çmim. Bravo që je kaq mirënjohëse dhe që ke këtë formim. Hea, vërtet ecuria juaj është shumë e bukur. Gjithashtu do doja, veç që është edhe viti i fundit që unë konkuraj, me falenderu shumë në rrallë par shkollën që më kalon shumë hapësina për u marrë me aktivitetin, edhe nuk ka qenë ndonjëherë arsye që unë mu nal. Shkolla? Sigurisht, gjyshen teme që më ka ndihmu çdo vit për më përgatit, sigurisht edhe mamin jam tepër falënderuese sepse për shkak të saj unë jam këtu ku jam. Bravo. Ju lumt, ju e keni pasuru, e keni ridimensionu shpirtin tuaj të artistit dhe e keni bërë që jeta juaj të jetë shumë e bukur në këto aktivitete, apo jo? Është qendra kulturore e fëmijëve, shkolla juaj, janë prindrit, e gjithë hapësira juaj ku ju keni këtë marrëdhënie kaq të bukur, ndaj një respekt shumë i madh për këto institucione. A mund të falenderoj edhe Patjetër. Do të shumë falenderoj zysh Elvira Katalinën për punën domethënë intensive që ka ushtruar mbi ne dhe që gjithmonë domethënë na ka qëndruar mbrapa dhe na ka mbështetur në çdo rrugë. Edhe gjithashtu falenderoj edhe zysh Shyretën për zemrën që na ka bërë, sepse ne kemi bërë një zemër anatomike, por me copza çelçi, e cila i ka shtuar një ngjyrë tjetër, një atmosferë tjetër, domethënë interpretimit. Edhe gjithashtu edhe zysh Alindën për fotot. Ka shumë përshëndetje, ka shumë mirënjohje, ka shumë dashuri në këtë ecuri të fëmijëve. Dhe unë do t'ju uroja gjithmonë mbarësi, suksese, një respekt i pakufishëm për Qendrën Kulturore të Fëmijëve, për shkollat, për mësuesit, për prindrit natyrisht, por një urim i madh për ecurinë e tyre. Qofshi gjithmonë të suksesshëm. Faleminderit shumë. Kjo ishte finalja me fituesit Fjala Artistike 2025. Miropafshim.